Pas divorcit të bujshëm nga Xhansila Myrtezai, me të cilën ndau shumë vite jetë dhe ka 2 fëmijë, Beskallaku duket se ka nisur përfundimisht një kapitull të ri. Aktori i humorit jo vetëm që ka lënë pas të shkuarën, por sinjalet e forta tregojnë se ai është sërish i dashuruar dhe tashmë lidhja e tij është bërë familjare. Kohët e fundit, Besi është shfaqur krejtësisht i rilindur dhe me një energji ndryshe në rrjetet sociale. Ai ka ndarë me ndjekësi disa detaje që nuk lën vend për dyshime, duke nisur nga një tatuazh i ri ku shkruhet emri e Jona, data 25/12/2025 dhe shpreha kuptim plot, trëndafil në kohë lufte. Gjendjen e tij emocionale e ka përshkruar më së miri edhe përmes një fotoje ku shfaqej i buzëqeshur dhe me sy që i shkëlqenin, të cilën e shoqëroi me vargun, më ktheve vajtimin në valle. Por konfirmimi më i fortë ka ardhur nga motra e tij Ana Kallaku. Ajo ka ndarë disa momente të ngrohta familjare ku në makinë shiheshin duke qeshur e kënduar me Besin dhe një mikun e tyre. Personi që filmonte momentet e gëzueshme ishte pikërisht partnerja e re e aktorit, e cila qëndronte pas kamerës. Më pas Ana postoi një foto tjetër ku shfaqet e shtrirë në prerin e partneres së re të vëllait, ndërsa kjo e fundit i përkëdhel flokët. Mbi shkrimi zemrat tregon qartë se vajza misterioze është mirëpritur ngrohtësisht në gjirin e familjes Kallaku. Dyshja janë treguar shumë të kujdesshëm për të ruajtur privatësinë, pasi nuk i kanë bërë tag vajzës në asnjë postim, duke mos zbuluar ende identitetin apo fytyrën e saj për publikun e gjerë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.